Më fal, ka njerëz që filxhanin, të pamen, magjit i përdorin për përfitim personal. Do me thonë, nuk i përdorin në rastin e parë për me ju bë mirë klientëve e nëpërmes klientëve kam biznes. me gjeneru të ardhura. Është më mirë që me pas një njeri që është komplet i sinqert me ty, që të vallaj, mu më vje mirë me i pa letrat, hajde të shoh për shef, e tani ti e bo ritual këto. Se sa ti kur imponohesh edhe thu filani ka vendin që ati, hajde të shkoj të shoh qëto. Une i urrej njerëzit që e kanë për përfitim të parë. Po. Se kur bëni mirë, përfitimi të vjen mrapa. Edhe mendoj që është ma e sinqert me i thonë dikuj që nuk di me e bo këtë punë, e bëj për shef. Edhe ti po pret që kjo ka me interpretu plot personave horoskopin. Nuk e kom Ose letra tarot edhe me prit përfitimi jot ka me arë mas 6 mujve. Ti fillon me punu me interpretu tash edhe ajo ka me ardhë. Thjesht është një nevoje jonja me unë mbështetën diçka. Me besu në diçka. Kem nevojë si njerëz. Me besu në diçka që është më e madhe se na, që ka fuqi më të madhe se na, ose dikush që është një kujdesari joni edhe për kujdeset për mirëqenien tonë. Ne kem nevojë si njerëz, vetë natyra njerëzore është e tillë. E kena Zotin. Ata që nuk besojnë Zot. Jo, unë veç e di që ekziston Zoti. Nuk jam më në fazën e besimit. Në rregull është për ty. Personat që nuk besojnë Zot. Ju duhet një mbështetje dikun që nuk e shohin. Ata shohin. prap kanë nevojë me u mbështetë në diçka në natyrë, në gjejnë diçka në çka besojnë. Mirë po,